Muzeu Kombëtar Onufri në Kalan Historike të Beratit, një nga monumentet më të rëndësishëm në trashëgiminë kulturore shqiptare, po tërheq gjithnjë e më shumë vizitor me pasurinë e tij unike të artefakteve kishtare dhe ikonografike bizantine. Kryeministri Edi Rama ka ndarë pamje nga muzeu, i cili mban edhe emrin e ikonografit të pavdekshëm Onufri. Kreu i qeverisë është shprehur se muzeu që mban emrin e ikonografit të pavdekshëm shqiptar Onufri e që brenda mureve plot histori mban 2000 objekte të përzgjedhura nga kishat dhe manastiret e rrethit të Beratit, duke mirëpritur numrin rekord të mbi 30.000 vizitorëve përgjatë 5 muajve të parë të vitit 2025. Muzeu i vendosur në ambientet e kishës së Shënmërisë në Kalan Historike të Beratit ruan mbi 2000 objekte të përzgjedhura me kujdes nga kishat dhe manastiret e zonës. Në këto objekte përfshihen ikona, libra liturgjik, relike dhe objekte të tjera me vlerë artistike dhe fetare. Gjatë 5 mujorit të parë të këtij viti, muzeu ka mirëpritur një numër rekord vizitorësh, duke tejkaluar 30.000 vizita, një tregues i rritjes së interesit për trashëgiminë kulturore dhe turizmin kulturor në Shqipëri.